Afrika, kontinenti i harruar. Afrika, një kontinent i lashtë, i fuqishëm dhe misterios, shpesh e quajtur kontinenti i harruar. Afrika është shumë më tepër se sa imazhet e varfërisë dhe konfliktit që shfaqen zakonisht në media. Ajo është djepi i njerëzimit, toka ku filloi historia jonë, vendi ku natyra, kultura dhe koha ndërthuren në mënyrë unike. Në këtë dokumentar do të udhtojmë nëpër Afrikë për të zbuluar historinë, bukurinë natyrore, pasuritë kulturore dhe sfidat e një kontinenti që meriton të njihet dhe të kuptohet më mirë. Djepi i njerëzimit. Afrika është kontinenti i dytë më i madh në botë, si për nga sipërfaqja, ashtu dhe për nga popullsia, por rëndësia e saj shkon shumë për te madhësisë. Shkencëtarët bien dakord se Afrika është vendlindja e njeriut modern. Fosilet më të vjetra të Homo sapiensit janë gjetur pikërisht këtu, duke dëshmuar se historia jonë fillon në këtë tokë. Qytetrimet të mëdha u ngritën shumë herë në Afrikë. Egjipti i lashtë, me piramidat e tij madhështore, sistemet e avancuara të shkrimit dhe njohuritë në matematikë e mjekësi, ishte një nga qytetrimet më të fuqishme të botës së lashtë. Por Afrika nuk ishte vetëm Egjipt. Mbretëri si Nubia, Mali, Songhai, Aksumi, Zimbabvea e Madhe lullzuan për shekuj duke ndërtuar qytete, tregti dhe kultura të pasura. Këto histori shpesh anashkalohen, por ato tregojnë se Afrika ka qenë gjithmonë një qendër dijesh dhe qytetrimi. Një kontinent i pasur me natyrë dhe jetë. Afrika është një nga kontinentet më të pasura në botë për nga diversiteti natyror. Nga shkretëtira e Saharas, me madhja në botë, të pyjet tropikale të Kongos, nga savanët e pafundme të Kenjas dhe Tanzanis, të malet e mbuluara me borë të Kilimanjaros. Afrika është shtëpia e disa prej kafshëve më ikonike të planetit: luan, elefant, gjirafa, rinoceront dhe leopard. Këto kafshë nuk janë vetëm simbole turistike, ato janë pjesë e një ekosistemi diellor, ekosistemi delikat që po kërcënohet çdo ditë. Kontinenti ka gjithashtu pasuri të mëdha natyrore, ar, diamant, naftë, gaz dhe minerale të rralla. Ironikisht, pikërisht këto pasuri kanë qenë shpesh shkak i konflikteve dhe shfrytëzimit. Afrika nuk është e varfër nga burimet, ajo është shpesh e varfëruar nga mënyra se si janë përdorur. Kolonializimi dhe plagët e historisë. Një nga kapitujt më të vëllimshëm të historisë afrikane është kolonializimi. Nga shekulli 19 deri në mesin e shekullit të 20, pothuajse gjithë Afrika u nda dhe u sundua nga fuqitë evropiane. Kufit u vizatuan pa marrë parasysh kulturat, fiset apo gjuhët lokale. Pasojat ishin të thella: shkatrimi i strukturave tradicionale, shfrytëzimi i burimeve, ndarja artificiale e popujve. Edhe pas pavarësisë, shumë vende afrikane u përballen me varfëri, paqëndrueshmëri politike dhe konflikte të brendshme, plagë që vazhdojnë të ndikojnë edhe sot. Por historia e Afrikës nuk është vetëm histori vuajtjeje, është histori rezistence, krenarie dhe mbijetese. Kultura, gjuhët dhe identiteti. Afrika është kontinenti më i larmishëm kulturor në botë. Mbi 2000 gjuhë fliten këtu. Çdo vend, çdo rajon, çdo komunitet ka zakonet, veshjet, muzikën, traditat e veta. Muzika afrikane ka ndikuar në zhanre globale si jazz, blues, hip-hop dhe reggae. Vallet, ritmet dhe tregimet gojore janë mënyra për të ruajtur historinë dhe identitetin. Familja dhe komuniteti janë në qendër të jetës afrikane. Respekti për të moshuarit, lidhja me tokën dhe traditat shpirtërore janë vlera të forta që vazhdojnë brez pas brezi. Afrika nuk është një vend i vetëm, është një mozaik identitetesh. Afrika sot dhe e ardhmja. Sot Afrika është një kontinent në ndryshim të shpejtë. Popullsia është e re, miliona të rinj me energji, ide dhe ambicie. Qytete moderne po rriten, teknologjia po përhapet dhe inovacioni po lulëzon. Megjithatë sfidat mbeten: varfëria, ndryshimet klimatike, mungesa e arsimit dhe shëndetësisë në disa zona. E ardhmja e Afrikës nuk duhet parë me keqardhje, por me respekt dhe shpresë.
Afrika nuk ka nevojë të shpëtohet, ajo ka nevojë të dëgjohet, të kuptohet dhe të trajtohet me drejtësi. Afrika nuk është kontinenti i harruar, është kontinenti që ne shpesh zgjedhim të mos e kuptojmë. Është një tokë historie, bukurie, dhimbje dhe shprese. Një kontinent që ka dhënë shumë për botën dhe ka ende shumë për të ofruar. Ndoshta është koha që të ndryshojmë mënyrën se si flasim për Afrikën. Jo si një histori e vetme, por si një kontinent me miliona zëra.